Në zgjedhjet e 11 majit 2025, lëvizja e legalitetit paraqitet në koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Dua të them që Petri Doda është kandidati i Partisë Lëvizja e Legalitetit në zgjedhjet e 2021-shit, i 32 në listë, i radhitur i 9 në numër votash, kandidat që ka thyrë, i vetmi kandidat që ka thyrë hersin tek lista e Partisë Demokratike në qarkun e Tiranës. Përpos kësaj, Petriti, si vjet nga negociatat bashkëbisedimet me Petritin, Petriti është shprehur qartë që nëse unë do të kandidoj, nuk është pjesë e primarëve, Petri Doda nuk është pjesë e primarëve dhe pastaj ka shprehur dëshirën që unë nëse do të kandidoj vetëm me Partinë Lëvizja e Legalitetit, për arsye sepse e di se që strukturë Partia e Legalitetit ka në Tiranë. Dhe duke bashkangjitur votat e Petritit, votat e Partisë Lëvizja e Legalitetit, votat e atyre demokratëve ose të spektrave të tjerë politikë që besojnë dhe do votojnë Petritin, që këta nuk do të jenë të pakët, Petriti do të jetë deputet nga lista e hapur në Konventin e Shqipërisë. Dhe Partia Demokratike ka dorëzuar në 37 emrat për listën e hapur të Partisë të Aleancës me siglën e Partisë Legalitetit. Po, nuk ka dhe i diçka tjetër. Aleatët është tjetër dhe Partia e Legalitetit është tjetër. Petri Doda është në siglën, gjithë këto kandidatët që ju prezantoni janë në siglën e Partisë Lëvizja e Legalitetit. Normalisht këto janë kandidatë të Aleancës Shqipëria Madhështore. Qartë. Këto tani quhen si kandidat të një aleance. Për shkak të formalisë. Por ajo e thanë ndryshe këto 7 kandidat. Votat e tyre konvernohen lese në statistikat e KQZ-s me votat të Partisë Lëvizja e Legalitetit, sepse edhe këto kanë mbi vete gjithë votat e legalizëve në këto 7 qark që do jenë për këta. Anës. Legalizëve, zogizëve, të shpërndësuarve, të përsekutuarve, të internuarve. Ishtë burgosëve politik. Të gjithë ato që për këto 34 vite nuk fituan drejtat e tyre ashtu siç duhet, të votojnë numri 1 koalicionin siç e përteksojmë Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe votat e personalizuar të përqendrohen tek kandidati Petri Doda për arsye sepse do të gjejnë një njerëz që do t'ju hap derën në çdo moment. Në qarkun Tiranë, zoti Petri Doda